E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, i dërgojmë selamën mbi të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij dhe mbi ata që e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Me lehen Allah Azza wa Jall në këtë mëjlis o vëllezër do të flasim diçka prej fjalës të Allahut Azza wa Jall dhe prej fjalëve të profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sunetit e tij. Gjë më e rëndësishme që njeriu e mban në Islam e përqendron domethënë në këtë din është qysh me mujt më u përqendru këtë din, këtë fe. Dhe realiteti është që me i marr fjalët e Allahut dhe sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. E sonte na me lehen Allah të Azza wa Jall do e zhvillojmë me ligjëratën cilat janë sendet më kryesor që na me qenë përqëndru shumë në Islam. Sendi më i mirë, me qenë gjithmonë me një nivel të lartë të imanit tanë, gjithmonë me qenë i qëndrushëm, gjithmonë me qenë domethënë stabil në fe. Pse jo vëllezër kemi nevojë na për përqendrim? Nga se gjendja jonë të cilën na jemi duke jetu është më e nevojshme për qëndrim se sa për haje dhe pije. Sot je, nesër nuk je. Nesër deviant, subhanallah. E humb edhe dynjan edhe ahiretin. Dhe kjo është më e nevojshme për neve se sa për haje dhe pije. Sepse ju vëllezër, për qëndrimin e fe i ke bu dobi zemrës tande dhe i ke bu dobi edhe shpirtit tanë. Kur zemra është e qëndrueshme në Islam, gjymtyrët e trupit kësaj zemre kanë me vepru ma ndrysh, ma qëndrueshëm, se zemrën e ki qëndrueshëm në Islam. Shka në transmetim në hadith, apo la yastaqimu qalbu, nuk përqëndrohet zemra. Zemra është e rëndësishme shumë. E kur e ki zemrën qëndrueshëm në Islam, atëre edhe gjymtyrët janë qëndrueshëm në Islam. Edhe zemra edhe imani është i qëndrueshëm, se e ki zemrën edhe imani bjen qëndrim. Edhe i ban dobi edhe kujna edhe shpirtit tanë. Kur den ditën e gjykimit, kur vdes, shkapi për qëndrimit në Islam, edhe shpirti lumturohet. Për kjo është e nevojshme për neve shumë, davon për qëndrimin në Islam. Sendi i parë që neve na do të më përqëndru në Islam është tauhidi. Me njoft Allahun tonë. Tër jetën mësaj tauhidin. Në çdo minutë mësaj tauhidin. Vallahi ku betona në Allah. Që sa herë ta lexoj librin e Abdul Wahhabit, a di shumë shtot imani? Se aty të regohet tauhidi Zotit, me ajete dhe hadithe, se qysh do të me adhuru Allahun Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall thot në Koran, bën me tauhidi ke. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ata të cilët besuan, asese ata nuk e përzetën imanin e tyre me padrejti. E të tillë që e mbajtën imanin, nuk e përzenën imanin, apo nuk e kanë përzi imanin me padrejti, të tillë Allah po thot për ta ka lahumul amn, ka siguri, wa hum muhtadun, dhe këta janë qëndrueshëm në Islam. Sigurim në dynja për devijime dhe i qëndrueshëm je. Sigurim dhe apo i qëndrueshëm në Islam. Sigurim edhe në ditën e gjykimit kur del para Allahut nuk të rrokin dënimet e Allahut Azza wa Jall. Këto që ka në ajet koranor, që imani tëre nuk është i përzier, e ka për qëllim, nuk ka bidate imanin e tëre, në fejnë qëndrimin e tëre, Allahu o gjën jam i përqëndrum, kur të ashen, a i të bo bidate, kur të ashen të bo shirk. Jo, ka nuk është për qëndrim. Imani e danë që as shirkun e as bidatin nësme pranu. Të tillë janë Allah që kanë siguri dhe të tillë qëndrohen në Islam. Wa hum muhtadun, dhe ata janë të udhëzuar. Për dëshman Allah për dëshman udhëzimin e tyre, për qëndrimin e tyre. Me çka? Me tauhid. Gjëja e dytë o vëllezër që ne na ban me qenë
të përqendruar në Islam është me mësu maani l-iman, me mësu rreth imanit. Mirë, vjen ai kushtat, bëhoj, të kjo po thoni imani, besimi. Çka është besimi? Çka do më thonë? Me di, besimi imani është mi besu Allah, mi besu dërgumit ti, mi besu librat, profetëve, librat, mi besu me lejkët, ditën e gjykimit, kaderin, mirë apo i keq. Kjo është besim, kjo është iman. Pastaj imani, e ka drejtimin në 3 sende. Në gjuhë, në zemër, edhe ku? Në vepër. Ku kemi argument? Shahadeta nuk është iman? Po, është iman. E thojme me shka, thojme me gjuhë. Kush besan? Zemra. Kush vepran? Gjymtyr. Çka veprojnë gjymtyr kur të dëshman të që është Zoti besimi një Allah? Çka fal? Namaz. A nuk është gjymtyr që e falin vepër? Subhanallah. Për çata Allah zë ka thonë: "Wa man yu'min billah yahdi qalbahu." Ai cili beson Allahit, ai cili e mëson besimin në Allah, e mëson imanin që ka më thonë. Allah po thot na ata kena me e udhëzu ata dhe zemrën ti në Islam, përqëndrueshëm në Islam. Me çka? Me iman. E mëson imanin. Hin libra që çka kanë folur ulemat për besimin e ehli sunetit. Deri ditë kiamet nuk ndonin librat e sharimit tërë, subhanallah. Dhe Allah po na tregon se dam me qenë i udhëzuar, i përqendruar në Islam, mësa rreth imanit. Gjëja e tretë ju vëllezër, që na bën e qëndrueshëm, është dituria. Me marr dituri. Dituria njeriu e kthen ka Allahu. Dhe dituria është ajo e cila e bën të qëndrueshëm në Islam. Shiko bisedën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam me babën e tij. Çfarë bisede? Çu ka desh me kthy babën e vet? Anja abeti inni qad ja'ani min al-ilm. O baba jam, mund ka ardhur diçka që ti se ki. E kam dituri. Ana mi qëndrueshëm fejone. Nuk mund vetë një këty. Tenja ku mu. Dituria pe ban këta, subhanallah. Ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Po thot, unë nuk mund me ndi këty. Unë kam dituri, unë jam i qëndrueshëm, kam diturinë e Zotit, jam pejgamberi i Allahut. Të ndjeku mu, ndjeku, së zbashu kena me qenë, ku? Siratën sawiyya. Sirat, në rrugën e drejtë, i përqëndrum në rrugën e drejtë, zbashku. Me çka po thot? Apo thot, ndjekum se unë jam aty ku shkam unë? Po çka po thot? Mine në unë kam dituri. Dhe më thonë, a s'pe njek Ibrahimi, po pe njek diturin, nëse danë në përqëndru, njek e po thot diturin. Se bashu kena me qenë qëndrueshëm të udhëzum. Me çka? Me dituri. Apo të përqëndruar. Sa indikatorë ju vëllezër, cila na bën me qenë qëndrueshëm, është libri i Allahut, El-Kur'an, libri i Allahut. Për çata u quajt El-Kur'an. El-Kur'an çfarë do të thonë? I lexueshëm. Vazhdueshëm, lexohet. Subhanallah. Dhe sendi i parë, takimi i parë që pejgamberi ka bëu me Xhibrilin, në ato që Allah e ka obligu Xhibrilin me u taku, dhe mi thonë te i dërgumi i Zotit, ka thonë ikra, lexo. Fjalën e Allahut azza wa jall. Njeriu përqendrohet në Islam me fjalën e Allahut azza wa jall. Shikoni ajo që thot Allah. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Ky është libër, isharat, el-ishara. Dhalika el-ishara në general. Do të thonë fjala dhalika Allahu për jep isharat librit ti. E isharet e kefe dhalike el kitab, që ju kam bashkan gjit isharet e librit, ky libër e kam adhështu Allah azza gjell fjallin e ti. Se nuk mund është me gjetë së kur ky libër. Por në çdo aspekt të dinit dhe fejes, la rajbe fi, nuk ka në ta dyshime, gabime, subhanallah. E për çka ky libër? Fjallë Allah. Hudan lil muttaqin. Çka tani në Kur'an i më përqendru. Nëse dam më përqendru, Allah po thotë, ky është libri i përqendrimit. Lexoje fjalën e Allahut, fjalën tënd. Hudan lil muttaqin.
është udhëzues për kënd për njerëzit të devotshëm. Devotshmëri çka do të thonë? Devotshmëri do të thonë me përqendru në Islam, në fe. E me shka përqendrohet? Ka paraprit me shka? Huden. Me Kur'an, përqendrimi bëhet, udhëzimi bëhet me Kur'an për ata njerëz të cilët dënë me qenë të devotshëm. Subhanallah. Pastaj vëllezër, Allahu Azza kur fol për Kur'anin, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, apo muaj Ramazanit që ka zbritur në Kur'an. Çka thot për Kur'an? Fjalën e tij. Hudal linnas, është udhëzues, është përqendrues për njerëzit. Fjala e Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila as-siratil mustaqim." Subhanallah. Dhe kush do të çe kapot për Allahun, litarin e Zotit, fjalën e Allahut Azza wa Jall, faqad hudiya ila as-siratil mustaqim. Ai vetëm që është përqendruar i udhëzuar në Islam. Domethënë me Kur'an vjen përqendrimi në fenë e Allahut Azza wa Jall. E pastaj ju vëllezër, gjëja tjetër që na bën të qëndrueshëm është suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu Azza wa Jall: "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Ai Allahu Azza wa Jall është që e ka dërguar të dërguarin e tij bil huda. Në çka huda me udhëzim po thot. Wa dinil haqq, dhe me din vërtet. Ulemat Abdullah ibn Abbas e ka komentuar, ka thënë huda çka do të thonë? Është suneti. Huda, suneti. Sa që është në Kur'an, huda, a suneti po ka. Dini l-haq, feja vërtet çka do të thonë? Amelu salih. Shiko këtu na po na jap dy isharete, të cilat neve na përqendrojnë apo jemi të qëndrueshëm në Islam, ku ka suneti e profetit edhe vepra mirë, amelu salih, feja jonë islame. Pastaj vëllezër, gjëja tjetër e fundit kam vëren Allah, e cila neve na ban qëndrueshëm në Islam, është vazhdueshëm me lut Allah në zëgje. Në stop me lut Allah. O Allah, o zana, drejtana, forcana në fenë tonë. Lutja më e shpeshtë e pejgamberit ka qenë ja musarrif el qulub se bit qalb al din. O Zoti jam, forcaje zemrën tëm në fenë tonë. Udhëzoje zemrën tëm në fenë tonë. Forcaje zemrën tëm në fenë tonë. Lutja më e shpeshtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ju vëllezër, lutje. Përmes lutjes e lut njeriu udhëzimin dhe përqendrimin në Islam. Na për i falmi kohët e namazit. Çka themi në namaz? Ihdina siratal mustaqim. Çka na thonë xhallar, dietar, komentatorët e Kuranit, sahabët? Atë kjo është lutje. Është lutje që pejgamberi na ka treguar që Allah e ka nda Sutul Fatiha. Qasamtu salati baini wa baina abdi. E kum nda namazin mes meje, namazi ka thujt Sutul Fatiha, për namaz prandaj. As-sala namaz e ka thujt. Pra te kum nda namaz, nda Sutul Fatiha mes meje dhe robit. Ajetet e para janë të Zotit. Që t'ja fillon ihdina siratal mustaqim, Allah çka thot, ato që kanë robi janë ka me qenë me ty, ka me të godit që aja. Kjo është lutje. 5 kot namazit. Me e lusmi Allahun, o Zot, o dzana, drejtana, përqëndrana në fejën ta. Subhanallah, lutja. Aliu radiallahu anhu ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë pejgamberi ka thënë Aliut: "Ya Ali, salillahi al-huda." O Ali, lutë Allahun për përqendrim në Islam, për udhëzim, qëndrim në Islam. Pastaj ai nuk i thotë pejgamberit lutë ti kështu. Thon, edhe po e mëson, po thotë çush do të më thon. Wa kul thuaj po thotë Ali: "Allahumma hdini wa saddidni." O Allah, udhëzonëm në rrugën e drejtë. Kaç? Wa saddidni, dhe forcanëm në këtë rrugë, në rrugën e sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo hadith ka fjali. Subhanallah. Shikoj vëllazër. Këta janë shkaqet që neve na përqendrojnë në këtë din, në këtë fe. E lusmi Allahun azza wa jall, gjitha këta që i thanëm, timi prej atyre që i marrni, i shtimin praktik që me qenë na qëndrueshëm
në këtë din, në këtë fe. Allah shkërimit një për ndëgjimin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.